Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një nga tavat tona të preferuara, e cila përgatitet lehtë, është mjaft e shijshme dhe nuk të zhgënjen asnjëherë me shijen e saj. Qëndroni me mua ta përgatisim së bashku. Në tenxhere do shtojmë vaj ulliri rreth 2-3 lug, një qep e prer holl, 500 gram mish viçi, 1 deri në 2 thelpinj hudhër me dëshirë, nëse nuk e preferoni mund ta shmangni dhe do t'i skuqim. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj t'i hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu të njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pothuajse çdo ditë postohet nga një recetë. Pasi është gati, do shtojmë salcë domate, krip, rigon, piper të zi, erëzat gjithmonë në varësi edhe të shijes dhe preferencës suaj. Do vazhdojmë skuqjen edhe për pak, do shtojmë ujë dhe e vendosim të ziej. Ndërkohë që mishi zihen, në një tigan do shtojmë 20 gram gjalp dhe pasi është tretur, do shtojmë 2 gota makarona të vogla elb, krytharaq, orzo, sido që t'i quani, dhe do t'i skuqim duke i përzier her pas here, derisa të marrin ngjyrë dhe atë aromën e mirë. Nëse dëshironi mund t'i piqni edhe në furrë, por unë sa herë që përgatis këtë recetë, i skuq në tigan me gjalp. Nëse dëshironi të shmangni yndyrën, mund t'i skuqni me pak vaj ulliri ose në tigan të thatë. Pasi janë gati, i vendosim në tavën e pjekjes. E hapim mirë me ndihmën e një shpatulle ose një luge. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Komentet tuaja janë vërtet një motivim i madh për mua për të vazhduar më tej, prandaj i vlerësoj jashtëmase shumë çdo mendim, çdo këshill, çdo kritik, por çdo fjalë të mirë, por edhe kritikat, përse jo, të gjithë mësojmë nga kritikat dhe të gjithë mësojmë nga njëri tjetri. Dhe e pjekim në 200 gradë. Pasi kemi shtuar lëngun e mishit, mos harroni nëse nevojitet ujë shtesë mund ta shtoni. E pjekim në 200 deri në 220 gradë, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që ju keni derisa të jetë gati. Ky është rezultati pas pjekjes, është vërtet shumë e mirë. Si ju duket si recetë, ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni.